ti shkoje, kërkoje me... Pra ka vareza vertikale? Po. Dhe kjo është një zgjidhje. Po, morale, varezat morale. Çfarë kishte aty? Këtë problem që kemi në sot. Po kisha, pse nuk ka varret e veta? Ka pas, po tani janë... Po pse nuk i ka tani? Prona kishte, se kishte prona... Edhe po ti kishte ështuar popullsia, tani... Ne po ta shëgojmë ca regula e ca kultura të kohës kur ishin... Po Italia si e ka zgjidhur, Ermir, si e ka zgjidhur Italia? Një shtet fqinj, kështu afër nesh, Greqia... I ka të tre, i ka me nekropoli, i ka me kate, i ka me djegje... Po, ka zgjidhur dhe Kina tani. Po pse, do me thënë, vendi ku është Vatikani, lejon djegjen, dhe nuk është... Jo, Vatikani është Italia. është Italia, ka... Shtet italian. Vatikani ka në tokë. Mos i ngatroj gjërat. Vendi ku është, themi. Janë dy shtetat. Dakord. Po aty bëndë lejohet djegja. Këtu ke ne nuk lejohet. Isha gjithmonë është... Jo, në Itali pra flasin. Me dëshirë. Nuk praktikohet. Pra komunitetet fetare, se ne duhet të harrojmë, jemi shtet laik, pra ne nuk duhet... Kryestoria jonë është ne duhet ndjekim ligjin, më pas... Po pra, po s'ka më vënde mo. Nuk ka më vënde mo, dhe është e shtrenjtë. Duke lënë personi që ndron jetë, duhet ta lërë vetë si dëshirë, pra duhet shpreh vullnetin e tij. A e ofron si shërbim ne këtu këtë për shembull? Ne ofrojmë. Se ato ka furat posaçme pra. Nuk është edukuar. Me temperaturë shumë të lartë, se nuk është trupi shumë i fortë. Në lojë pastaj komunitetet fetare që e kundërshtojnë për shumë arsye, edhe ndoshta edhe praktika. Pra ata do hedhin poshtë amanetin ton. Nëse ne lëmë me të thuar, duhet ndoshta dikush të bëhet i pari shembull që më pas... Jo, e dikush do ta fusi këtë traditë, do ta fusin këta emigrantët. Ju e dini shumë mirë që këto që vinë nga Azia për shembull e kanë traditë djegjen. Këta e kanë edhe në kontratë që nëse vdes një nga punojësit, trupi ti duhet të digjet, këto do ta ndryshojnë nga përshtypje dhe nuk e di që do thotë kisha pastaj në këtë rast. Kisha unë një shok nga Kanadaja, gati 20 vjetë, ndej dhe i kishim dek prindrit, 10 vjetë i mori, mbasi i nxori nga varezati, dojgji, mori hirin, e mori me vete dhe shkojnë edhe shkoj ta kishe me vete në shpinë e vetë në Kanada, sepse nuk vinte dhe nuk i vizitonte dot për një kokaj. Pra kjo është një çështje zgjedhje, nuk është se nuk bëhet. Djegjes është çështje doktrine. Pra kisha nuk e shikon trupin si armik të shpirtit, siç e shikojnë fet lindore, budizmi, hinduizmi dhe paganizmi, e shikonin armik dhe prandaj dignin. Prandaj kisha nuk është dakord me këtë doktrinë dhe thotë trupi nuk është armik, është shërbëtor. Okej, është e vërtet një sekond, lutem, se më erdhi kjo pyetje. Është e vërtet që edhe në momentet e groposjes trupi ndjen të gjitha? Jo, trupi ndjen asgjë, shpirti po. Jo, ka një doktrinë që thotë të kundërtën. Ma thuaj këtë doktrinë. Që deri në momentet derisa groposet, trupi i ndjen edhe dheun e fundit që hidhet i ndjen të gjitha. Shpirti se trupi s'ndjen. Në momentin që shpirti dahet nga trupi, trupi është një kufom. Shpirti po, që ndronë 3 ditë rreth trupit vetë, dhe i shikon kush është, kur nuk është, si e nderojnë, si e respektojnë. Pa ta që qeshin në varim? Dhe varet pëse qesh. Mund qeshi edhe nga gëzimi që shkojnë paras, mund qeshi edhe për ironi, varet pëse qesh. Faleminderit që na dhe një mundësi për me justifiku veten në çdo lloj situate. Por gjithsesi, unë mendoj që gjitha fetë mirë është promovojnë jetën deri në këtë momentin që zëm atë 1 metër katror. Nëse është. Po kjo do jetë. Jo, se nisu na doktrina, Po ta themi që jeta është vetëm kaq, është pa kuptim pas. Jo, nëse Mironi ka një problem atë. Miron, në ajo që ti thua ka një problem. Që kjo justifikon mua që dua t'ja bëj varin me 2 kate ta zëm mamit, ose babit, ose se me që trupi që nga i rëndësishëm, po pse mos t'ja bëj me 4 kate?